Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sot kemi një rregull që është i rëndësishëm dhe kuptimi i këtij rregulli e bën muslimanin më të mençur në fenë e tij. E bën muslimanin më të mençur në fenë e tij. Dhe ky rregull ka të bëjë me adhurimet. Kujt prej adhurimeve i jepet përparësi? Kujt prej adhurimeve duhet i japësh përparësi? Pse duhet ditur kjo gjë? Sepse nëse i jep përparësi adhurimit të duhur, atëherë edhe shpërblimi është më i madh. Dhe përfitimi nga urtësia e ligjësimit të atij adhurimi është edhe më e madhe. Dhe thot autori Sheikh Bekr Abdullah Abu Zeid, Allahu më shëroft, çdo lutje, rregulli 15 thot, që është rregulli i preferencës midis llojeve të ndryshme të dhikrit, këtu hyn dhe duaja normalisht, është recitimi i Kur'anit është më i mirë se dhikri dhe lutja, duaja e përgjithshme. Pra, më i mirë se lutja dhe duaja, se dhikri dhe duaja që nuk ka ndonjë shkak për të bërë në atë moment, apo nuk është koha e tyre për të bërë. Kurse dhikri është më i mirë se lutja. Origjina është Kur'ani, dhikri, duaja. Sepse edhe vetë dhikri dua është. Leximi i Kur'anit është edhe dhikr edhe dua. Ky është rregulli, por ky rregull ka shtjellim, sepse jo çdo herë është i tillë. Pra nuk është një rregull i pandryshuar, i ngurtë, që në çdo situatë, në çdo kohë apo në çdo vend shtumbet kjo lloj renditje. Jo, ka raste që ndryshon. Dhikri i kufizuar, thot, në një kohë, vend ose gjendje të caktuar është më i mirë se duaja e përgjithshme. Pra je në dilemë, çfarë të bësh, dhikr apo dua? Nëse ty është koha e dhikrit, siç mund të jetë dhikri pas farzit, apo se ke bërë akoma dhikrin e akşamit dhe ka mbetur dhe pak nga përfundimi apo nga hyrja e akşamit, çfarë duhet bësh, dhikrin apo duan? Më e mira është t'japësh përparësi dhikrit, sepse dhikri ka një sebeb, ka një veçori që se ka duaja, cila është koha e tij. Është koha e tij. Ndërsa lutja në këtë rast është një lutje e përgjithshme, pra që nuk ka vlerë të veçantë për shkak të kohës që është apo vendit e tjerë. Pra, angazhimi, thot autori, me dhikr të kufizuar në kohë, pra që është veçoria asaj kohe apo vendi apo situate të bëhet dhikri, është më i preferuari, ka përparësi pra. Dhe këtë rregull të preferencës midis llojeve të adhurimeve, si lutja, dhikri, namazi, xhihadi dhe të ngjashme, e ka përmendur edhe Ibnul Qayyim, Allahu më shiroft, i cili pasi përmendi mosmarrveshjet e njerëzve për të çështje në 4 pikpamje kryesore, tha, na sjell tani fjalën, shtjellimin e bukur që i bën Ibnul Qayyim, Allahu më shiroft, kësaj çështje. Tha, kategoria 4, ka përmendur, ka folur më parë Ibnul Qayyim për kategorinë e parë, 2, 3, por autori sjell të katërtën që është shtjellimi më i saktë dhe fjala më e saktë në lidhje me këtë çështje. Ata thanë, adhurimi më i mirë është veprimi për kënaqësinë e Zotit në çdo kohë, duke bërë atë që i përket asaj kohe dhe detyrës së saj, ky është adhurimi më i mirë. Pra, adhurimi më i mirë është të fitosh kënaqësinë e Allahut. Kjo është origjina, sinqeriteti. Sinqeriteti. Dhe nga këto, adhurimi më i mirë cili është ai që i përket kohës. Ai që i përket kohës në të cilën ti je në dilemë, apo do të bësh një vepër të mirë, të bësh dhikr, lexim Kurani apo dua.
apo diçka tjetër. Dhe shtjellon, thot. Për shembull, thot, në kohën e xhihadit, pra kur muslimanët janë në luftë, në xhihad me rregullat fetare, sepse kohët e fundit është luajtur me këtë term dhe me këtë adhurim. Në kohën e xhihadit, adhurimi më i mirë është xhihadi, sepse është i nevojshëm. Është koha e tij, nevoja e tij. Madje edhe nëse kjo do të thotë që të lihet leximi i përditshëm i dhikrit, dhikri mëngjesit, mbrëmjes, apo dikush nga muslimanët bën dhikr 1000 herë, 2000 herë, apo më pak, apo të lihet namazi i natës, apo agjërimi gjatë ditës, madje edhe lënia e kryerjes së namazit të i tindis në rast se frike apo pasigurie të madhe. Mani me mësimin e fikrut, mel Allah bujutëm e kuburëm nara, shëgalun an salatil usta, salatil asr. Në luftën e Khendekut, ku profeti a.s. dhe sahabët e tij falen i kindin, ja shtrohe, sepse ishin të angazhuar me hapjen e kanalit Hendekut. Dhe thonë dietarët, fjala e saktë është se ishte situatë shumë e rënduar, frikë dhe pasigurie, sa që muslimanët nuk ishin të qetë. Nuk ishin të qetë për ta bërë adhurimin. Prandaj me përfundimin kur u qetësuan disi dhe vun punën para, atëherë falen i tindin jashtë kohës së saj. Pra thot autori në të shembull, nëse është koha e luftës, pra muslimanët janë në luftë dhe duhet kërkohet pjesëmarrja e muslimanëve, atëherë kjo ka përparësi. Dhe nëse pjesëmarrja jote në luftë kërkon që ti të lesh ato adhurime që i ke pas të përditshme, për shembull agjërimin, nafile, namazin e natës, dhikrat e ndryshëm që bëje, atëherë prap xhihadi ka përparësi, sepse është koha e tij, është nevoja e tij tani. Ky ka përparësi. Ky është adhurimi evident dhe që kërkohet bëhet. Deri në atë pikë thot sa që edhe nëse sjell vonim të namazeve, siç ishte rasti që përmendëm. Në kohën kur ka mysafir, thot, adhurimi më i mirë është të përmbushësh detyrimet ndaj tij dhe të merresh me të. Në vend që të merresh me dhikrin e përditshëm të preferuar që e bën ti vullnetarisht. Por kështu kjo vlen edhe për përmbushjen e adeteve, zakoneve dhe detyrave ndaj bashkëshortes dhe familjes. Të erdhi mysafiri në shtëpi. Të erdhi në një kohë që ti fal nafile, apo lexon Kur'an, apo bën dhikr, apo lexon një libër tjetër fetar. Cila është më mirë, ti thosh mysafirit, o vllad, merr edhe ti libër lexo, se un kam kohën time dhe do lexoj. Ja, nuk është kjo. Duhet i lesh. Sepse adhurimi që kërkohet në atë moment, që ka përparësi dhe vlen më tepër se adhurimet e tjera, është përmbushja e mikpritjes, respektit, detyrimeve ndaj mysafirit. Ndaj mysafirit. Dhe jo ta lesh mysafirin të presi, i thush prit sa të bëj unë dhikrin tim, prit sa të lexoj pjesën time të Kur'anit, prit sa të falem unë nafile. Ja. Në hadithin e Abu Derdas, profeti sallallahu alaihi wasallam vëllazëroi ndërmjet Selman el Farisiu dhe Abu Derdas. Kur vëllazërojnë fillim muhaxhirët me ansarët që shkuan në Medinë. Dhe Abu Derda me Selman el Farisiu. Dhe njëherë Selman el Farisiu shkoi për vizitë tek Abu Derdaja dhe pa bashortën e Abu Derdas në një gjendje jo të mirë, nga rrobat, nga paraqitja e saj. Dhe i shqetësuar e pyeti pse kjo gjë. Ai tha se vëllai i Abu Derdaja nuk ka nevojë për çështjet e kësaj bote, në kuptimin që është tepër askret. Është tepër askret. Dhe dim historinë që vjen Abu Derdaja më pas, i shtron burrin Selman el Farisiut, i thot ha se unë vetë agjëroj, çohet natën, falet, pothuajse tër natën, duke privuar veten nga gjumi apo nga detyrimet ndaj bashortes e tjerë. Dhe në fund, kur shet të gjë, Selman el Farisiu, që ishte më i mençur në këtë rast, i thotë inna li nafsika alayka haqq.
li rabbika alayka haqq wa inna li ahlika alayka haqq fa'ati kulli dhi haqqin wa li dhayfika alayka haqq fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Tha ti vetja jote ka të drejtat e ty, apo ti ke detyrime ndaj vetes tënde, ke detyrime ndaj Zotit, ke detyrime ndaj familjes, ke detyrime ndaj mysafirit. Prandaj jepi çdo kujt të drejtën e tij. Dhe kur ja përmendën këtë gjë profetit alayhi salatu sallam, tha sadaqa Salman. Salmani ka thënë të vërtetën, e miratoi. Dhe ky vëllezër është një hadith madhështor, sepse tregon atë ekuilibrin e bukur që është në Islam, midis shpirtit dhe trupit, midis trupit, shpirtit dhe anës materiale, midis teje dhe Zotit, midis teje dhe njerëzve tjerë, që është bashortja, që janë mysafirët, që janë shoqëria e tjerë. Cili është ekuilibri? E përmblodhi në këtë hadith. Ky hadith është madhështor. Dhe tregon se Islami e edukon njeriu të jetë social, jo i vetmuar, jo i izoluar, siç është bërë njerëzimi, një pjesë e njerëzimit sot. Pa familje, pa të afërm, nuk njohin, pa miq, nuk njohin komshinët e tyre e tjerë. Ja, të jetë shoqëror. Çfarë i thonë ndër tjerë në të hadith? Dhe të jetë detyrime ndaj mysafirit. Të jetë detyrime ndaj mysafirit. Dhe thot më pas, dhe më i miri në kohën e syfyrit është që të angazhosh me namaz, me lexim Kurani, me lutje, me dhikr, me kërkimin e faljes, istighfar. U zgjove në kohën e syfyrit. Çfarë duhet bësh? Më e mira janë këto adhurime, apo një pjesë e tyre sipas mundësisë. O bil ashari hum yastaghfirun. Tha Allah subhanahu wa taala duke I lavdëruar besimtarët, dhe në kohën e syfyrit ata kërkojnë falje, bëjnë istighfar. Bëjnë istighfar. Dhe më I miri në kohën kur kërkuesi I dijes kërkon dituri dhe I padituri ka nevojë të mësohet, është që ti kushtosh vëmendje dhe angazhim mësimit dhe përkushtimit në të. Pra, nëse ka njerëz se cilët xhamat ka nevojë të mësojë, është I paditur për të apo për atë çështje, dhe ty të duhet tani ti e di atë çështje, ke njohuri për atë, dhe është detyra jote që ta bësh atë. Mirë, por kjo ndoshta kërkon dhe ditë, kërkon dhe kohë, dhe mund të përplaset me një adhurim vetjak që ti e bën, me ndonjë namaz nafile, me ndonjë dhikr, me ndonjë lexim Kurani e tjerë, cila ka përparësi, përderisa këtu të jemi një gjendje që ka nevojë të ndryshojë, kjo ka përparësi. Që është largimi I paditurisë nga muslimanët, apo dhënia dituri atyre që kërkojnë dituri. Kjo ka përparësi, sepse dhe dobi në të rast është më e madhe. Ndryshe nga adhurimi vetjak, kur ti bën dhikr vet, fal namaz nafile vet, është vetëm për ty. Kurse në këtë rast është një dobi që përçohet dhe përcillet edhe te të tjerët. Në kohën e ezanit, më e mira është të lësh pa kryer ato dhikre që janë zakonisht në ato kohë dhe të angazhohesh në përgjigjen e ezanit. Fillove dhikrin ti, një dhikër që ti e bën çdo ditë ose dhikrin e akşamit. Filloj dhe ezani. Çfarë duhet bësh? Të vazhdosh dhikrin apo leximin e Kuranit? Apo ti ndërpresësh këto dhe të dëgjosh ezanin dhe ti përgjigjesh muezinit? Më e mira është ti përgjigjesh muezinit. Pse? Sepse është koha e tij. Përgjigja e fjalëve të ezanit, thënia e fjalëve të ezanit pas muezinit është një adhurim që nëse ikën koha nuk e kap dot më. Kurse dhikri, leximi I Kuranit e tjerë, me mbarimin e ezanit e ke kohën prapë të tyre. Të kthehet koha prapë. Ndryshe nga e para. Përveç rasteve kur ti je në namaz, po lexon Kur'an, në namaz normalisht nuk do lesh leximin e Kuranit në namaz e tjerë për të pasuar muezinin. Në kohën e 5 namazeve thot e secilit namaz, pra më e mira është përkushtimi serioz dhe përpjekja për t'i kryer në mënyrën më të mirë, duke kryer atë sa më shpejt që të filloj koha, pra që në fillimin e kohës së tij,
dhe duke nxituar për në xhami. Kjo konsiderohet më e mira. Kjo është e qartë inshallah. Në kohën kur dikush ka nevojë për ndihmë ka nevojë për ndihmë fizike apo për sadakat, më e mira është të angazhohesh në ndihmën ndaj tij duke ndihmuar në atë që ka nevojë dhe të vesh atë përpara dhikrit tënd vetjak, apo mbylljes në vetmi, apo asketizmit tënd. Për shembull, dikush të kërkon ty ndihmë. Ai ndihmë pak sa të ngrejmë këtë gjë në shtëpinë time. Ose ajde më ndihmo sa të mbarojmë këtë punë, ose kam nevojë për një këshill nga ty. Ajde takohemi më ndihmo, më jep në orientimin e duhur. Për të apo atë çështje që mund të jetë nga çështjet e dynjas, të mira, të lejuara. Ndërkohë që ti në atë orar lexon Kur'an apo bën dhikr apo fal namaz nafile, kush ka përparësi? Ta ndihmosh vëllain tënd. Kjo ka përparësi. Për shembull, nëse është orari i xhenazës së një muslimani, në atë orar ti bën dhikr, lexon Kur'an apo adhurime tjera nafile. Dhe apo qoftë edhe u mëson të tjerëve Kur'anin. Edhe nëse u mëson të tjerëve Kur'an. Dhe dikush mund thotë, u më mirë po lexoj Kur'an, një ibadet jam, sepse mitën kohë atje dhe se kap dot pjesën që kam përditshme. Jo. Haqqul muslim ala muslim sit, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Detyrimet e muslimanit ndaj vëllait të tij musliman janë 6 dhe përmendin ndërto pasimin e xhenazës. Pra është detyrë. Pasimi i xhenazës është detyrë të gjendesh pranë vëllait musliman. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Men farraja an mu'min an muslim kurbatan min kurabi dunya farraja Allahu ose men nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah." Ai që i heq një vështirësi, zgjidh një problem, i largon një hall një muslimani, Allahu ja heq një vështirësi në ditën e Kiametit. Dhe ai që ja lehtëson një njeriu në vështirësi, për shembull borxhin, në dynja, Allahu ja lehtëson atij në dynja dhe në ahiret çështjet. Allahu fi auni al-abd, thamë pastaj, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allahu ndihmon robin e tij, kur robi ndihmon vëllain e tij. Ka disa muslimanë që kryejnë adhurime, janë adhurues, por janë të shkëputur. Mund ka rastis për shembull. Me një person që qëllonte që shkëmbesha në rrugë. Dhe ai bënte dhikr shumë në rrugë, duke ecur dhikr. Dhe kur shifte nga larg, e kuptoja që nuk donte të më takonte se shkëputesh nga dhikri. Kjo nuk le shihet mirë. Dhe nuk është për mençurisë në fe. Por është bërtisë një adhurimi më të mirë për një më pak më të mirë në të rast. Dhe më ka shtyr deri në atë pikë sa që edhe unë kur e shoh, thjesht japi selam dhe largohen. Ndërkohë që takimi im me të, për shembull, në rastin konkret, nuk do ishte më tepër se 1 minutë. Si jeni familja etj, kaq. Por prap, duke menduar se sa të interesosh muslimanin, nuk është aq e mirë në krahasim me dhikrin që bën. Kjo nuk është mençuri. Prandaj njohja e këtij rregulli, sidomos për adhuruesit e mëdhenj, është shumë e rëndësishme, sepse jep mençuri në fe. Dhe i mëson se kujt adhurimi duhet i japi përparësi. Thot më pas, dhe më i miri në kohën e leximit të Kur'anit, pra nëse je duke lexuar Kur'an, është që ti përkushtohesh atij leximit me zemër, me dëshirë për të kuptuar mesazhet e tij, për të medituar në të, në atë mënyrë sikur Allahu i lartësuar të flasë përmes tij, pra ta ndjesh. Kur je duke lexuar Kur'anin,
do të dëgjosh edhe mësim. Tani nëse ti vendosur të lexosh Kur'anin, përqendrohu tek Kur'ani. Përqendrohu tek Kur'ani dhe jo edhe Kur'anin, edhe diçka tjetër. Në këtë rast. Thot më pas, më i miri në kohën e qëndrimit në Arafat. Arafati ti më parasysh, ata që janë në Hax. Arafat është një vend, jashtë Mekës, në të cilin kryet riti i haxhit, qëndrimit në Arafat, pra, deri në perëndimin e diellit, qëndrohet aty dhe haxhin të angazhohet vetëm me dua. Pra ne thot profeti sallallahu alajhi wasallam, duaja më mirë është duaja e ditës së Arafatit. Më i miri në kohën e qëndrimit në Arafat është përpjekja e madhe me lutje, me dhikr, më shumë se sa me agjërim që mund të dobësoj ty këtë përkushtim. Sepse dihet që edhe agjërimi ditës së Arafatit është shpërlim ndaj, falen gjunahat. Falen gjunahat e vitit kaluar dhe pas tij. Por, si thonë disa dietar, kjo është për atë që s'është në Arafat. Sepse më e mira për atë që është në Arafat është mos agjëroj me qëllim që të ketë fuqi, energji, të bëj sa më shumë dua, të bëj sa më shumë dhikr. Sepse ky është adhurimi specifik në atë vend specifik dhe në atë kohë specifike. Pra të japi përparësi. Më i miri gjatë 10 ditëve të Dhulhixhes është shtimi i adhurimeve, veçanërisht tekbirit, fjalës Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, sepse këto janë më të mira se xhihadi që nuk është i domosdoshëm. Si tha profeti sallallahu alaihi wasallam për 10 ditë të Dhulhixhes, nuk ka ditë në të cilat vepra mirë është më e dashur tek Allahu se sa në këto ditë. I than, a janë më të mira adhurimet në këto ditë edhe se xhihadi në rrugt të Allahut? Po, edhe se xhihadi në rrugt të Allahut, përveç atij personi që shkon, merr pjesë në xhihad me pasurinë dhe vetë ai, duke mos u rthyer me gjë. Pra, sakrifikoj pasurinë, sakrifikoj dhe veten. Kjo është më e mira. Dhe më i miri në 10 ditët e fundit, netët e fundit të Ramazanit është qëndrimi në xhami, itikaf, 10 ditët dhe 10 netët. Dhe të përkushtohesh me adhurime, pa u përfshirë shumë me njerëzit dhe aktivitetet e tjera. Pra veçohu nga njerëzit në ato ditë. Merru me veten tënde. Shto adhurimin e vetes tënde. Sepse kjo është më e mirë se sa të angazhohesh duke mësuar apo duke lexuar Kur'an për të tjerët sipas shumë dietarëve. Sipas shumë dietarëve, të cilët kur hynin në mënyrë të veçantë netët e fundit të Ramazanit dhe ditët e fundit të Ramazanit i ndërprisin mësimet. Dhe kryenin këto lloj adhurime që përmendi autori. Dhe më e mira në kohën kur vëllai yt musliman është i sëmur apo në prag të vdekjes është ta vizitosh atë, të marrësh pjesë në varrimin dhe përcjelljen e xhenazës së tij dhe të japësh përparësi të saj ndaj adhurimit vetjak apo adhurimeve të tjera. Është sëmur vëllai yt musliman. Ti thu më mirë po rrin xhamit, po lexoj Kur'an, ose po rrin shtëpi, po ngjoj mësim. Jo. Por vizito vëllain tënd musliman, sepse ke hak, detyrë këtë gjë. Dhe më mira në situata të vështira, kur njerëzit të bëjnë dëm, është të tregosh durim dhe të bashkëjetosh, të shoqërohesh me ta, pa ikur prej tyre, sepse besimtari që qëndron pranë njerëzve, duke duruar dëmet e tyre, është më i mirë se ai që nuk i afrohet dhe as nuk e dëmtojnë. Më e mirë është qëndrimi me ta në hajër, se sa t'i shmandesh plotësisht. Largimi nga ata kur janë në sherr është më i mirë se të jesh me ta. Pra kur ti ke mundësi të ndikosh për mirë tek ata, ti ndaj keqja, ti nxjerrësh nga keqja dhe ti futësh në të mirën, apo ti apatësosh të keqen, atëherë qëndrimi dhe shoqërimi yt me ta është më i mirë nëse edhe ti vetë nuk dëmtohesh. Ka shqetësim këtë çështje. Por nëse ti nuk arrin dot të ndikosh tek ata, ndoshta jo për fajin tënd, por s'duan ata të ndryshojnë. Edhe qëndrimi yt nuk po bën dobi, por po ndikohesh ti negativisht, atëherë largimi prej tyre është më i mirë.
Lërimi prej tyre është më i mirë. Në çdo kohë dhe gjendje, tani autori sjell atë një përkufizim se gjithë asaj që tha më parë, duke dhënë edhe mendimin e tij, dhe që është i saktë. Në çdo kohë dhe gjendje, më e mira është të preferosh kënaqësinë e Allahut në atë kohë dhe gjendje dhe të merresh me detyrat që kërkon ajo kohë dhe rrethant. Pra, të japësh përparësi adhurimit të kohës specifike, që ajo kohë ka një adhurim specifik, atij adhurimi jepi përparësi. Ai vend ka një adhurim specifik, atij adhurimi jepi përparësi. Ajo gjendje ka një adhurim specifik, atij adhurimi jepi përparësi, në bazë të qëllimit që bëm më parë. Dhe thot, këta janë njerëzit e adhurimit të përgjithshëm dhe të pakufizuar, ndërsa kategoritë e mëparshme, pra që përmendi më parë, ishin njerëzit e adhurimit të kufizuar. Ngjojeni tani sa e bukur është. Sa herë që dikush nga këta del nga lloji i adhurimit me të cilin është lidhur, ai ndihet sikur ka humbur diçka dhe ka lënë mangët në adhurimin e tij. Pra ai muslimani i cili është i mençur në këtë çështje dhe për çdo kohë, vend, rrethant, situatë bën adhurimin specifik, ai është në rrugën e drejtë. Ndërsa ai muslimani i cili është i kufizuar vetëm në disa adhurime dhe jep përparësi një adhurimi më pak të mirë se sa atij që është më i mirë për shkak të kohës, vendit apo rrethanës. Siç është shembulli që përmendëm më parë, thotë sa të marr pjesë në xhenazën e muslimanit, ose sa ti të ndihmoj atë vllajin musliman, apo sa ti të vizitoj vllajin musliman të sëmur, apo sa ti të merre me zgjidhjen e problemeve të tij, më mirë lexoj Kur'anin sepse çu e bëj për ditën. Dhe nëse këti ndodh që në një rast ta lërë leximin e Kur'anit për të bërë diçka që është më e mirë, ai mendon se ka bërë gabim. Mendon se ka bërë zgjedhjen e gabuar. Dhe i duket sikur ka lënë mangët diçka. Jo, nuk e lënë mangët diçka, përkundrazi. I ke dhënë përparësia asaj që është më e mira, më e mençura dhe me shpërblimin më të madh. Dhe ajo që ndjeti në veten tënde nuk është argument. Nuk është argument që gabove. Jo. Por shtjellimi që bëm më parë. Dhe i tilli thot, pra i muslimani që është si shembull që përmend, adhuron Allahun në një mënyrë të vetme, pra ose me lexim Kurani, ose me dhikr, ose me dua, ndërkohë që janë shumë lloje adhurimesh. Ndihma muslimanit, vizita të sëmurit musliman për cilat xhenazë të tjerë, ai nuk merret fare me këto, po vetëm me vetëm. Ndërsa adhuruesi i pakufizuar, pra ai që bën zgjedhjen e duhur, nuk ka qëllim të caktuar në një formë të veçantë adhurimi që të ndikojë mbi të tjerët, por qëllimi i tij është kënaqësia e Allahut të lartësuar kudo që të jetë dhe adhurimi i tij rrethohet rreth këtij qëllimi. Vjen rrotulli i tij qëllimi. Pse i tilli bën zgjedhjen e duhur? Sepse i tilli ka përparësi kënaqësinë e Allahut. Nga këto dy vepra me cilën është Allahu më i kënaqur, me atë do të bëj. Edhe pse është kundra planit ditor të adhurimit tim. Ai vazhdon, thot Ibn Qayyim, të ngjitet në shkallët e nënshtrimit dhe adhurimit. Sa herë që i jepet një grad më e lartë, ai punon për të ecur drejt saj dhe përkushtohet derisa të shfaqet shkalla tjetër, grada tjetër. Ky është rrugëtimi i tij deri në përfundim të udhëtimit, pra deri në vdekje. Pra me mençuri. Allahun duhet ta adhurosh me mençuri. Jo thjesht dëshira, nuk mjafton. I tilli nëse shet dietarët, ai është me ta, pra mëson prej tyre. I shfrytëzon ata për të marrë dituri, urtësi prej tyre. Dhe ka marrë prej tyre. Nëse shet të sëmurët, është me ta, pra i viziton, i gjendet pranë. Nëse sheh luftëtarët e xhihadit, është me ta, pra i bashkangjitet, i shoqëron ata. Nëse sheh njerëzit që përmendin Allahun, ai i shoqëron ata, pra është edhe për atyre që i bën dhikr Allahut të lartësuar. Nëse sheh bamirësit dhe ata që japin sadaka, ai është me ta, pra është prej tyre.
Pra të tillën e gjen në çdo fush, në çdo adhurim. Pse? Sepse me mençurinë e tij ai kërkon kënaqësinë më të madhe të Allahut nga ato adhurime. Dhe nëse ata që përkushtojnë, që përgjërojnë zemrën e tyre ndaj Allahut, ai është me ta. Ky është robi i lirë dhe i pakufizuar, i cili nuk është i lidhur nga forma dhe kufizimet dhe veprat e tij nuk janë për hir të dëshirave, egove dhe kënaqësive të tij, por janë për hir të Allahut të lartësuar, edhe nëse kënaqësia dhe rahati i tij do të ishin në diçka tjetër. Pra, kënaqësia dhe rahati i tij është që ndrojnë shtëpitë apo në xhami të lexojë të pjesë Kuranit se sa tili për cilin xhenazën e muslimanit që mund të jetë devap. Por jo, ai zgjedh për cilin xhenazën e muslimanit. Pse? Sepse aty është kënaqësia më e madhe e Allahut të lartësuar. Dhe thot më pas, ky është pra i tili, ai që ka realizuar në të vërtetë ajetin kuranor, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ai që i përkushtohet sinqerisht adhurimit në çdo kohë dhe vend, ai që vepron vetëm sipas asaj që i është urdhëruar në çdo kohë dhe moment, dhe në çdo vend ku ndodhet dhe gjen hapësirë të lirë, ulet në të, pra e shfrytëzon atë gjë. Ai nuk i nështron ndonjë kufizimi apo zakoni, nuk është i lidhur me ndonjë rregull apo formë, nuk e pengon asnjë kufizim, por përkushtohet tërësisht ndaj urdhërit dhe ligjit, duke ecur kudo që e çon rruga e tij dhe duke përshtatur kudo ku ndodhet. Ai, pra i tilli, i pëlqen çdo të vërteti, pra çdo njeri që mendon se ai, vepron se ai, e pëlqen të njeri. Sepse jo vetëm që sheh mençuri tek ai, por sheh që është njeri që i gjendet pranë njerëzve në nevojë. Pra është njeri i shoqërueshëm, i dashur, ndihmues, por dhe frikëson çdo shkelës të së vërtetës. Ndryshe tjetri, pra i frikësohet njeriu. Ai është si shiu që kur bie sjell dobi dhe si palma që nuk humbet asnjë gjethë dhe çdo pjesë e saj është e dobishme deri edhe lifi thon arabishta, ajo si fije bari që mbështjellin trungun e hurmës. E keni parasysh, si kasht ndërmjet atyre copave që janë njëra mbi tjetrën të trungut, ka si kash, si bar që përdore për litar, bëheshin litar më parë me të. Dhe veçoria e kësaj peme është se çdo pjesë e saj shfrytëzohet. Çdo pjesë e saj shfrytëzohet. Dhe i tilli është i ashpër ndaj atyre që kundërshtojnë urdhrat e Allahut dhe i zemëruar dhe zemërohet kur shtelen të ndaluarat e tij. Ai është për Allahun dhe me Allahun. Pra i tërë është i përulur ndaj Allahut dhe bashkë me Allahun. Është shoqërues i Allahut pa krijesa, pra pa ndërmjetës. Lidhet drejt për drejt me Zotin e tij. Shoqëron njerëzit pa njerëz. Në ç'kuptim? Ai shoqërohet me njerëzit sepse kërkon kënaqësinë e Allahut. Dhe nuk e bën të gjë në mënyrë reciproke. Pra, unë respektoj të se ky më respekton mu, e ndihmoj të sepse ky më ndihmon mu. Ndërsa kur dikush një ka ofruar ndihmë, ai se honep s'fare. Ose pret t'i ofroj dikush ndihmë, pastaj t'i përkushtohet atij. Jo. I tilli, kur shfaq buzëqeshjen, përshëndetjen, sjelljen e mirë, ngrohtësinë me të tjerët, e bën jo për të marrë diçka prej tyre në këmbim, por vetëm prej Allahut të lartësuar. Vetëm prej Allahut të lartësuar shpërblimin e tij. Dhe kur është me Allahun largon krijesat prej vetes. Pra është i drejt për drejt me Allahun. Dhe në atë adhurim që është duke bërë për Allahun, ai është tërësisht i përqendruar aty. Jo fal namaz dhe mendja, pse ma tha mua këtë fjalë apo do takoj atë e tjerë. Jo lexon Kur'an dhe mendja diku tjetër, por i përkushtohet vetëm atij. Dhe në fund thotë Ibn Qayyim, Allahu më shiroft, dhe kur është me krijesat largohet nga vetja dhe i jep hapësirë atyre. Që sa bukur që tjetra. Dhe kur është me krijesat, me njerëzit, duke i ofruar atyre diçka dobishme, ai e harron veten. I harron veten, dhe nuk i jep përparësi vetes
duke i bërë dëm të tjerëve. Por e thot hakun, e thot vërtetën, i ndihmon ata. Dhe thot Ibn Qayyim në fund për të njeri, o sa i madh është ai ndër njerëzit e tjerë i tilli. Sa e madhe është vetmia e tij prej tyre, në shkuptim. Pra njerëzit e tillë janë të rrallë. Njerëzit e tillë që kanë të mençuri dhe bëjnë të përparësi në ndërmjet adhurimeve dhe kanë të virtyte, janë të rrallë. Janë si të vetmuar guraba. Dhe sa i madh është gëzimi i tij te Allahu, qetësia dhe prehja e tij tek ai. Allahu është ndihmësi dhe mbështetësi i tij. Që ishte një pjesë e asaj që përmendi Ibn Qayyimi, Allahu mëshiroft, në lidhje me rregullin që solli autori i librit, por autori përveç saj sjell edhe një fjalë tjetër të Ibn Qayyimit nga një tjetër libër, fjala e parë që në libër me Darju Salikin, kurse fjala tjetër që sjell është nga Al-Wabil As-Sayyib, dhe edhe që është pak e gjatë, kështu që për mos u zgjatur shumë dhe për të mos e ngarkuar veten më tepër nga që mund të kuptojmë dhe mbajmë mend, ndoshta mund ta lexojmë edhe mësimin e ardhshëm. Elusim Allahun Azza wa Jalla na japi neve dituri, fiqh dhe mençuri në fe. O subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.